Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili I përmbahet istighfarit. Istighfari është të kërkuarit falje nga Allahu subhanahu wa taala. Istighfari është të thënurit astaghfirullah. Po kjo nuk është thjesht vetëm një kërkim falje, kjo është edhe përkujtimi I Allahut, kjo është edhe madhërimi I Allahut, kjo është dhikr. Thot ai I cili I përmbahet dhe e praktikon shumë istighfarin, Allahu do t'ja mundsoj që të lirohet prej çdo brenge. Brengat të cilat e rëndojnë njeriu, e rëndojnë shpirtin e tij, ato Allahu I largon nëpërmjet istighfarit. Pastaj, nga çdo ngushtësi Allahu do t'i ofrojë rrugdalje. Nga çdo situatë e vështirë, nga çdo situatë në cilën ndoshta atij duket se është pa rrugdalje, pa zgjidhje, Allahu azza wa jall atëherë atij do t'ja ofrojë zgjidhjen dhe rrugdaljen. Dhe mbi të gjitha, wa razaqahu min haythu la yahtasib, dhe do t'i jap rizq, do ta furnizoj, do ta begatoj prej andej nga ai fare nuk e pret.